Vuani nga kapslëku, një lugë nga kjo bën mrekulli për zorën tuaj. Një ndër problemet shëndetësore më të prapura, sidomos vitet e fundit, bëhet fjala për kapslëkun, ndërsa mjekët thonë se faktori kryesor është mënyra e ushqyerjes, stili i jetesës, gjithashtu dhe jeta sedentare. Por cilat janë ushqimet më të mira të cilat do ju ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të zorrës së trashë dhe trajtimin e problemeve të kapslëkut? Në ndihmë mund t'ju vinë këto produkte. Në dietën tuaj për një tretje më të mirë dhe efektive, mos nguroni që të shtoni gjithashtu edhe ujin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uji është laksativi më i mirë që ekziston pasi nuk ka efekte anësore. Pirja e tij që në mëngjes herët me stomakun bosh i ndihmon në zorrët tuaja të bëjnë sa më mirë punën e tyre. Uji duhet të konsumohet brenda normës së rekomanduar 6 deri në 8 gota çdo ditë janë më se të mjaftueshme, por në bazë të aktiviteteve tuaja gjithashtu siguroni të konsumoni edhe produkte sa më laksative. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë gjithashtu as kivi. Kivi është një frut shumë i shëndetshëm, që mund të hahet në mëngjes edhe mund të ndihmojë zorën tuaj dembele të jap fund problemeve tuaja të kapslëkut. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të shtoni drithrat. Drithrat, në formën e bukës ose makaronave të zeza, janë të pasura me fibra, të cilat do të ndihmojnë në lehtësimin e tretjes dhe lehtësimin e kapslëkut. Merruni me aktivitete të ndryshme fizike. Të shkosh në palestër ose të bësh gjimnastikë ndihmon gjithashtu në funksionet më të mira të sistemit tonë të tretjes. Siguroni të merreni me aktivitete fizike të cilat do ta ndihmojnë zorën tuaj të qëndrojë më shumë në formë dhe të mbajë larg problemet e kapslëkut. Çamçakëzi pa sheqer mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj specifike. Çamçakëzi pa sheqer përmban sorbitol, një substancë që nëse konsumohet në një lloj sasie, ndihmon edhe sistemin tuaj tretës. Bishtajoret janë të mira në situatat tuaja përkatëse dhe mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për tretjen tuaj dhe lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Bishtajoret, përveç se përmbajnë gjithashtu shumë element të proteinës bimore, janë të pasura me fibra, të cilat do ta stimulojnë shumë mirë shëndetin tuaj të zorrës. Kumullat e thata gjithashtu mund të ndihmojnë shumë në aspektet tuaja të tretjes dhe të mbajnë larg problemet e konstipacionit. Kumullat e thata janë të pasura me laksativ ushqyer natyror, por mbi të gjitha janë edhe të shijshme dhe mund të konsumohen sipas nevojës tuaj ditore. Ato mund të konsumohen në forma të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni është një tretje më e shëndetshme dhe më pak probleme të kapslëkut. Aloe vera gjithashtu mund të jetë një ndihmë ventimprurse për shëndetin e zorrës. Aloe vera përmban shumë element që funksionon si fiziologjik, ndër të cilat përmirësojnë edhe sistemin tretës dhe mbajnë larg problemet e zorrëve. Frutat e thata gjithashtu mund t'i shtoni lehtë në dietën tuaj ditore. Jamballi është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes. Është një rrënjë që ka efekte të mira laksative, që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e konstipacionit. Konstipacioni ose kapslëku është përcaktuar si rezultat kur zora juaj ka më pak se 3 jashtëqitje në javë. Nëse konstipacioni materiale fekale është i fortë, i thatë, i vogël në mallësi të cilat dalin me vështirësi, keni nevojë për një trajtim të specializuar. Shumë njerëz kanë konstipacion edhe kanë gjithashtu dhimbje gjatë jashtëqitjes dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesi të zorrës së mbushur. Shumë njerëz madje mendojnë se konstipacioni krijon edhe vështirësi në aktivitetet e tyre ditore. Nëse jeni një person që vuani nga konstipacioni kronik, duhet të tregoheni të kujdesshëm me laksativet jo natyror. Të mos injoroni gjithashtu nevojën urgjente për të defektuar dhe të konsultoheni me ekspertin tuaj të shëndetësisë nëse vuani për një kohë të gjatë nga problemet e tretjes. Është e rëndësishme të ndiqni këto hapa kryesor për të ndihmuar zorrën të jetë më e shëndetshme dhe të mbajë larg problemet e konstipacionit. Fibrat janë shumë të rëndësishme dhe shumë ushqyese në rastin tuaj specifik. Është e rëndësishme që të konsumoni fibra mjaftueshme në dietën tuaj, të cilat do të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të tretjes dhe do të lehtësojnë zorrën tuaj dembele.
Nëse jeni një person që vuani vazhdimisht nga sistemi i tretës i dobët, sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve për të ndihmuar rastin tuaj specifik. Për të ndihmuar në një tretje më efektive, duhet të siguroheni të shtoni këto produkte sa më natyrale në dietën tuaj ditore. Nëse vuani nga kapslëku, mos nguroni që në dietën tuaj të shtoni gjithashtu edhe produktet e bishtajave, të cilat janë shumë të rëndësishme për tretjen e shëndetshme dhe mbajtjen larg të problemeve të konstipacionit. Bishtajore të tilla siç janë për shembull edhe fasule, thjerrzat dhe qiqrat, janë të pasura me një sër elementësh të rëndësishëm për shëndetin. Është mirë t'i përfshini ato vazhdimisht në dietën tuaj, duke qenë se janë të pasura me elementë të mirë të fibrës, vitaminave dhe mineraleve, mund të ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin e tretjes dhe lehtësimin gjithashtu edhe të problemeve të kapslëkut. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe brokolin, pasi është një nga perimet më të mira që mund të vijnë në ndihmë të shëndetit tuaj. Brokoli futet në listën e superushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por gjithashtu edhe i shëndetshëm. Ai është një nga burimet më të mira të vitaminave, provitaminave dhe fibrave. Brokoli gjithashtu përmban edhe element që ulin gjithashtu problemet e zorës së trashë dhe ndihmojnë në një tretje më efektive dhe më pak konstipacion kronik. Nëse vuani nga këto shqetësime, sigurohuni të zgjidhni produktet tuaja natyrore, çka do të ndihmojnë të keni një zorë të shëndetshme dhe më pak probleme të tretjes. Nëse vuani nga kapslëku, bollguri është një produkt fantastik, që mund t'i japë rezultate të mira në sistemin tuaj tretës dhe të mbajë larg gjithashtu problemet që shkakton edhe konstipacioni. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme, të cilat ndihmojnë në kalimin më të lehtë të ushqimit nëpërmjet zorës dhe drejt jashtëqitjes duke dalë pa vështirësi. Kjo është mënyra më e mirë lehtësuese për tretjen tuaj dhe për mbajtjen larg të problemeve të ngjashme. Spinaqi gjithashtu mund të shtohet në dietën tuaj për të patur një zorë më të shëndetshme dhe më pak probleme të konstipacionit. Një kupë me spinaq do të sigurojë të paktën edhe 4 gram fibër, magnez dhe elementë të tjerë ushqyes që mund të japin rezultate mjaft të mira në shëndetin e zorës dhe lehtësimin e konstipacioneve. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për të mbajtur larg këto probleme siç është për shembull edhe konstipacioni. Frutat e thata dhe farat e lirit janë një përzgjedhje fantastike në ushqyesit tuaj të tretjes, çka do të mbajnë larg problemet e konstipacionit. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe manaferat. Manaferat, boronicat, luleshtrydhet gjithashtu janë shumë të shëndetshme për të përfshirë në dietën tuaj, çka do të luajë një rol fantastik në tretje dhe lehtësimin e konstipacionit. Vetëm sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese dhe do të keni gjithashtu edhe lehtësimet më të mira të sistemit tuaj tretës. Dardha është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të ndihmojë në luftën kundër konstipacionit dhe gjithashtu mbajtjen e një zore të shëndetshme dhe më pak problematike. Molla është një produkt fantastik ushqyes për sistemin tuaj tretës dhe do të mbajë larg problemet e konstipacionit. Një mollë në ditë është një këshill e artë kur bëhet fjala gjithashtu edhe në betejën kundër shqetësimeve të tretjes. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve. Kështu do ta keni më të lehtë të mbani zorrën më të shëndetshme dhe të evitoni problemet e konstipacionit. Ndiqni këto këshilla dhe gjithashtu do të përmirësoni dietën tuaj ditore. Frutat e thata. Nëse po kërkoni për ushqime të cilat janë mjaft fantastike në sistemin tuaj tretës, mos nguroni që të shtoni gjithashtu edhe frutat e thata, pasi ato janë një përzgjedhje mirë ushqyese në rastin tuaj specifik edhe të ndihmojnë të keni një zorrë më të shëndetshme edhe më pak probleme me konstipacionin. Ato mund të sigurojnë gjithashtu fibra dhe sorbitol dhe fruktozë, sheqera natyrore të cilat kanë efekte të mira laksative, çka do të ndihmojnë në ndjeshëm në sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e konstipacionit. Nëse problemi juaj është vërtet i vështirë për tu menaxhuar, adresoheni tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar në rastin tuaj specifik. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.